Një zonjë që punonte për veten e saja, ndihma nuk u kishte, I jepnin fëmijët, po fëmijët I theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali në Leshpunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez zot. Jetonte vetëm. Jetonte vetëm, kishte vite. Ajo nuk I the kemët. Pasaj kaq muaj u paralizua nga kemët. Kishte një që I bënte ysmet. Kur ishte mirë, ishte pepullar. E merte në telefon, ajo rinte në katë 4, kjo rinte në katë 2, vinte e ndihmonte majsa kishte mundësi. Po jetonte veç. Jetonte veç. Kishte vite, se këtu kam 10 vjeç, po kishte vite. Jetonte veç. Çfarë them? Në gjendje fëmijët ishin, po kjo nuk deshte. Nuk deshte të vinte me djali. Edhe kote fundit, ka një djalë edhe një çup. Djali I theshte, hajde me mua. Kjo nuk deshte. Dua 3 veç, nuk mundem ja bënte. Deshte qetësinë e saj, ratin e saj. Kush I di problemet me çup? I di njeri problemet. Kur mbyllet dera, çdo njeri e di vetë. Dilte në balkon, bente, po që kur ka ardhur këto kohë të fundit, I the çantën poshtë, më mirë një sheqer, mirë një oriz, mirë një bukë, këto e ndihmonin. Ja, ajo gruaja pyeteni atë, e ndihmonte.